Aktakuza paraqitet në këtë gjykatë, pasi që të panderit janë të paarritshëm për organet e ndjekjes dhe me këtë rast janë shtirur të gjitha përpjekjet procedurale të paraparë. Në rastin konkret, prokurori i shtetit i ka shtjerur të gjitha këto mundësi procedurale ligjore për sigurimin e prezencës së të panderit. Duke marrë parasysh këto zhvillime procedurale dhe në bazë të nenit 303 paragrafi 7 i kodit të procedurës penale, konsiderojmë se është krijuar mundësia ligjore që gjykata të zhvillojë gjykim në mungesë ndaj këtyre të panderëve. Nuk prezantojnë sot në gjykatë, për të njëjtin gjykata themelore në Prishtinë, departamenti special me datë 15/04/2025 në gazetën zyrtare, në web faqen e prokurorit të shtetit dhe në web faqen e gjykatës që zhvillohet procedura, ka publikuar ftesën për seancë së bashku me aktakuzën e ndryshuar të datës dhe me numër të njëjtë, përmes ftesës ka ftuar të akuzuarit e lartcekur me të dhënat personale si në shkresat e lëndës që të marrin pjesë në seancën fillestare. Bashkëryrje kanë kryer veprën penale, krime lufte kundër popullsisë civile e sanksionuar. Gjykata konstaton se në këtë seancë nuk janë prezent asnjëri nga të akuzuarit e lartcekur dhe nuk kemi asnjë informacion nga ndonjë persona apo policë për vendodhje apo persona apo nga policia për vendodhjen e këtyre të pandyrëve, ndaj të njëjtëve janë aktiv urdhër arrest ndërkombëtar, andaj gjykata konform nenit 303 paragrafi 4 i kodit të procedurës penale merr akt vendim. Bëhet gjykimi në mungesë ndaj të akuzuarve Momir Stojanović e të tjerë të konstatuar si më larg për shkak se janë plotësuar kushtet ligjore. Vrasje nga data 27 prill 1999 deri me datë 29 prill 1999 në komunën e Gjakovës, saksisht në fshatrat Mej, Korenic, Junik, Vogov, Dev, Zhuk, Batush, Koshare, Molliq, Brovin, Novokaz, Morin, Berja, Ponoshec, Pacaj, Dobrosh, Sheremet, Dallashaj, Racaj, Stubël, Nec, Smolic, Popoc, Shishman, Babaj Bokës, Ramoc, Rypaj, Madanaj, Oriz, Duzhnje, Gusk dhe Brekoc, forcat policore dhe ushtarake serbe, duke vepruar nën komandën e të panderëve të lartcekur, kanë zhvilluar një sulm të gjerë dhe sistematik ndaj popullsisë civile të nacionalitetit shqiptar, ashtu që në muajin prill të vitit 99, pas vrasjes së policit Milutin Prashchević dhe 4 policëve të tjerë në fshatin Mej të Panderit u mblodhen për një takim të fshet në një shtëpi private në Gjakov, ku morën pjesë edhe udhëheqësit e formacioneve ushtarake, policore dhe të sigurimit shtetëror të ish Jugosllavisë, Momir Stojanović, Nikola Miqunović, Sreten Çamović, Milovan Kovačević dhe Sergej Perović. Me pretekstin e pastrimit të territorit nga forcat e UÇK-s, ata krijuan planin e spastrimit etnik të popullsisë shqiptare të ashtu quajtur Reka Keqe në zonën e Caragajit, ku planifikuan vrasjen e mbi 100 personave dhe djegjen e të gjitha shtëpive në shenjë hakmarrje për vrasjen e 5 policëve nga UÇK-ja. Ashtu që në implementimin e këtij plani, forcat serbe fillimisht i rrethuan fshatrat e lartcekura me automjete ushtarake dhe policore. Forcat serbe i ndajnë burrat nga gratë dhe fëmijët, këtë të fundit nën kërcënimin e armëve i urdhërojnë që të largohen në drejtim të Shqipërisë, kurse burrat i ekzekutojnë në mënyrë të barabartë në vende të ndryshme, me që rast në fshatin Mej u vran 283 civil, në fshatin Korenic u vran 66 civil, në fshatin Pacaj 1 civil, në fshatin Dobrosh 3 civil, në fshatin Racaj 3 civil, në fshatin Nec 2 civil, në fshatin Ramoc 5 civil, në fshatin Bishtazhin 7 civil, gjithsej 370 civil të nacionalitetit shqiptar, emrat e të cilëve gjenden në shtojcin 1 të kësaj aktakuze, trupat e të cilëve janë gjetur në 8 varreza masive në bajtajnicë të Serbisë. Mbi 20.000 banor u depërtuan për Shqipëri në 2 pika kufitare në Qafruz dhe Morin, ndërsa pasuria tyre u plashkit
dhe shtëpitë e tyre u dogjen me objekte banimi përcjellse, me çrast e tërë ekonomia familjare tyre e këtyre fshatrave u shkatrua tërësisht duke shkaktuar dëm të madh material. Me këtë, e nderuar gjykat, konsiderojmë se në bashkëkryer kanë kryer veprën penale, krimi i luftës kundër popullsisë civile e sankcionuar me nenin 142, lidhur me nenin 22 të ligjit penal të Ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, si ligj në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, aktualisht e inkriminuar si krim kundër njerëzimit.